Psikologu Migjen Amzai thotë se bullizmi është shndruar në krim, sipas tij adoleshentët tek ne kanë strukturë sociopate. Arvend Taravari thotë se do të dalin nga qeveria pasi nuk duan të jenë kukulla, sipas tij shqiptarët po marginalizohen. Protestoi sindikata e policisë, kërkojnë paga më të larta dhe unifikim të praktikave gjyqësore. Vazhdon numërimi i votave në Shqipëri. Partia Socialiste e kryeministrit Rama kryeson bindshëm. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në edicionin informativ të orës 15:55. Rasti i fundit kur një nxënëse i kishte dhënë 25.000 euro shokëve të klasës, pasi ata vazhdimisht e kërcënonin se do t'i arraknin vëllain e vogël të sëmur, shokoi opinionin. Psikologu Migjen Amzai thotë se bullizmi ka tejkaluar për masa dhe tashmë është paraqitur edhe në formë të krimit. Psikologu Amzai thotë se pjesa dërmuese e adoleshentëve të kësaj shoqërie janë sociopat, të cilët qëllimin e kanë vetëm të lëndojnë të tjerët dhe për këtë thotë se fajtor bashkë me prindërit janë edhe institucionet dhe shteti. Bullizmi ka tejkaluar për masat dhe tashmë është paraqitur edhe në formë të krimit. Adoleshentët janë kategoria më e prekur nga ky fenomen dhe kjo fillimisht lidhet me prindërimin dhe familjen. Sepse fëmijët kanë frikë të flasin me prindërit për gjëra që ata i shqetësojnë. Kështu shprehet psikologu Migjen Amzai lidhur me fenomenin e bullizmit i cili tashmë ka gjetur vend në çdo cep të shoqërisë. Amzai thotë se madje zakonisht bullizmi fillon në familje, pasi që siç thot ai, nofkat dhe emërtimet e para të fëmijëve vinë nga familja. Nofkat që vinë për familjes, ne me ato nofkat dalin për shtëpi, ne me ato pasiguri dalin për shtëpi. Ne prindër shqiptar, për fat keq, është prind, ose merr rolin si prind, në moment kur duhet ta kritikojë fëmijën, në moment kur duhet ta ndëshkojë fëmijën, në moment kur duhet ta gjykojë fëmijën. Nuk është është e njoftur si fenomen që kur fëmia arrin diçka, prindi shqiptarë që thotë e bën për vetë, e ke për vetë. Gjithçka që e bën e ke për vetë. Ndërkohë kur fëmia bën gabim, na turprovë ne. Na solle këtë, na solle bela në shtëpi. Prej këtij momenti fëmia fillon e merr vetë gjyqësinë në dorë. Ai që bullizon këto tema i ka në shtëpi. Nuk është çështja ata që bullizohen. Duke ju referuar rastit të fundit në një shkollë fillore në qytetin e Shkupit, ku një vajzë e mitur është detyruar të marrë euro nga shtëpia për t'ia dhënë disa nxënësve të cilët e kërcënonin se do t'i arrahin vëllain. Amzai këtë problematike e quan si krim dhe jo si bullizëm. Ai theksoi se janë shqetësuese të dhënat të cilat tregojnë se sa armë zjarri dhe ato të ftohta u gjehen fëmijëve në shkolla. Po është problematike shumë, ky quhet krim, nuk quhet bullizim. Kjo është krim. Prap të lidhem të ajo pjesë, këtu në shumë herët ne ka filluar vetë gjyqësia e të rinjve. Ti shohësh nuk është vetëm ky problem, është problemi me armë në shkollë. Është e frikshme, po ti shohësh statistikat sa fëmijët kanë armë në vetë, sa kanë jo vetëm thika, jo vetëm armë të ftohta, por kanë edhe armë zjarri në vetë. Kjo është çështja që fëmijët e marrin vetë gjyqësinë vetë, sepse nuk i besojnë sistemin, sepse dëgjojnë për prindërit, dëgjojnë lajmet, tani kur flitet tema që nuk vjen re askush është në familje. Amzai më tej thotë se pjesa dërmuese e adoleshentëve të kësaj shoqërie janë sociopat, të cilët qëllime kanë vetëm të lëndojnë të tjerët dhe për këtë thotë se fajtor bashkë me prindërit janë edhe institucionet dhe shteti. Po ti shohësh fëmijët, adoleshentët sot, pjesa më e madhe me keqardhje kanë strukturë sociopate. Një strukturë sociopate, veç shef të mendoj, me këta e harrem. Kush e ndërton këtë strukturë sociopate? Jemi ne si prind, është arsimi. Nuk ka kriteri, sot nuk mund ta përjashtosh fëmijën në shkollë. Sot fëmijën nuk mund ta ndëshkosh në shkollë, nuk flas për të rrafën, por nuk mund ta përjashtosh nga shkolla fëmijën sot.
sepse me ligjesh edhe ky fëmijë ndjen i barabartë me çdo gjë. Amzai thot se shqetësuese janë edhe rastet se tek ne ndodhin shumë ngacmime seksuale dhe përdhunime, të cilat nuk paraqiten as në polici e as në familje, sepse të rinjët nuk i besojnë sistemit dhe shtetit. Ai apeloi që të ketë reforma dhe ligje të cilat do të ndëshkonin jo vetëm fëmijët, por edhe prindërit në rast të ndodhive të tilla. Arben Taravari tha se po dalin nga qeveria pasi nuk dëshirojnë që të jenë kukulla. Taravari tha se situata në administratën shtetërore ka një marginalizim të jashtëzakonshëm dhe një tendencë që shqiptarët të marginalizohen. Ai theksoi se kur të gjithë vrapojnë për të hyrë në qeveri, ata janë mësuar të largohen prej saj. Po largohemi nga qeveria për të rikthyer më të fortë, theksoi ai. Ngecja e vendit në rrugën eurointegruese dhe mos përmbushja e premtimit të dhënë para zgjedhjeve parlamentare për sjelljen e ndryshimit të shqiptarët janë arsye që ka dhënë kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari si shkas për dalje nga qeveria. Pas paralajmërimit të kryeministrit Christian Mickoski, edhe Taravari ka deklaruar se këtë javë partia e tij do të mblidhet për të miratuar vendimin për dalje nga qeveria. Taravari në hapjen e shtabit zgjedhor për zgjedhjet lokale në Vrapçisht njoftoi se vendimi përfundimtar do të shpallet në 2 ditët e ardhshme. Situata në administratën shtetërore fatkeqësisht e shihni ka një marginalizim të jashtëzakonshëm dhe tendenca që shqiptarët të marginalizohen dhe Aleanca për shqiptarët ka vendosur që nesër, se mbas nesër, në organet partijake të vendosën me dinjitet kur krejt vrapojnë për ty në qeveri, ne jemi mësuar dalim prej qeverie. Dalim prej qeverie për të kthyer më fuqishëm, sidomos në pushtetin lokal e mandej edhe në pushtetin qendror, duam kur jemi në qeveri mos jemi kukull. S'mund ta luajmë këtë rol. Ose do jemi sigur, ose mos jemi në qeveri. Ai shtoi se nuk dëshiron që ata të jenë kukulla në qeveri dhe se tani tutje do të fokusohen në qeverisjen lokale. Është e vërtetë se çdo parti pretendon të ketë qeverisje lokale dhe qendrore, por jo me çdo kusht. Unë e kam thënë kur më pyetshin edhe para 1 muaji, 2 muajsh, nuk kemi lind qeveri me ne, jemi në super opozit, aty jemi më të mirë. Por, shumë me rëndësi si parti kemi të qeverisim sa më mirë, sa më shumë komunë. Prandaj edhe theksi veçantë duhet të jetë qeverisja lokale. Kujtojmë se Mickoski deklaroi të dielën se gjatë kësaj jave do të ftoj Taravarin në kafe për t'i ndarë rrugët me të, pasi akuzoi këtë të fundit se dëshiron t'i bashkohet BDI-s. Taravari nga ana tjetër ka mohuar pretendimet e këtilla. BDI ka kërkuar zgjedhje të parakohshme parlamentare pasi, siç thon ata, me largimin e edhe një partneri shqiptar, kjo shumicë politike pa legjitimitet etnik është shndruar me një qeveri monoetnike. Ata theksojnë se qeveria udhëhequr nga Christian Mickoski ka dështuar plotësisht në ruajtjen e funksionalitetit të demokracisë ndëretnike, shtyllës kryesore të stabilitetit afatgjatë të shtetit. Në vend që të pranoj realitetin se qytetarët kërkojnë zgjedhje të parakohshme në terren, tashmë po demonstrohet arrogancë dhe agresivitet përmes aktiviteteve të shantazhit, inskenimeve dhe rishfetit, thuhet në komunikatën e tyre. Në gjykatën e Tetovës u thanë fjalët përfundimtare në rrugjikimin e rastit për zjarrin në spitalin modular ku dogjen 14 pacient. Aktgjykimi do të shpallet më 16 maj në orën 12. Familjarët kërkojnë hetim dhe proces për shkaqjet e zjarrit dhe dënim të fajtorëve të vërtet. Prokuroria publike kërkoi që drejtorët Florin Besimi dhe Artan Etemi dhe institucioni publik shëndetësor spitalor klinik në Tetov, si person juridik, të shpallen fajtor për veprën penale krime të rënda kundër sigurisë publike. Rasti rigjykohet pasi gjykata e apelit të Gostivarit e ka kthyer lëndën në gjykatën themelore në Tetov. Megjithatë, të akuzuarit nuk akuzohen për shkaqjet e zjarrit, por për vepra tjera penale. Në samitin Maqedonia 2025, kryeministri Christian Mickoski tha se RMV është i vetmi shtet në Europë që nuk ka sfida të bazuara në arritje.
Ndërsa drejtoresha ekzekutive e Maqedonia 2025 Nikisa Mojsoska Blazheski theksoi se problemi më i madh në vendin ton është korrupsioni. BDI ka qenë dhe mbetet qëllimi ynë, por fatkeqësisht ne jemi shteti i vetëm në Europë që nuk ka sfida të bazuara në arritje ose lloje të tjera kriteresh që vlejnë për vendet e tjera që janë bërë ose janë në proces të bërjes shtete anëtare. Kështu është shprehur kryeministri Kristian Mickoski në samitin Maqedonia 2025. Për ne, theksoi ai, ato kritere janë të një natyre krejt tjetër. Strategjia jonë ishte të dilnim në teren dhe të paraqisnim argumentet tona. Kjo është mjeti demokratik që kemi në dispozicion, nuk kemi tjetër. Ne jemi një nga popujt dhe shtetet më të vogla në Evropë dhe kjo është e vetmja mënyrë. Kjo do të thotë që duhet të jemi 2-3 herë më të mirë se sa të gjithë të tjerët nëse duam të tingëllojmë logjikshëm dhe të kuptohemi nga të tjerët dhe duhet të mësojmë të fitojmë në Washington, Bruxelles, Berlin, Paris dhe Rom. Drejtoresha ekzekutive e Maqedonia 2025 Nikisa Mojsoska Blazheski theksoi se problemi më i madh në vendin tonë është korrupsioni. Biznesmenët, tha ajo, edhe më tej perceptohen si përfitues dhe jo si kreator të vendeve të punës. Ka progres në Maqedoni, por vendet tjera rriten më shpejt se ne. Duam ekonomi të tregut, por kërkojmë ndërhyrje në shtetit. Të punësuarit kërkojmë paga më të larta, por nuk flasim për përmirësimin e aftësive të tyre. Është lehtë të akuzosh fqinjet, qeverin, por të gjithë kontribojmë në atë se sa prosperon shteti. Kryeministri shtoi se vizioni i Maqedonisë 2025 është zero tolerancë për korrupsionin për ekonominë e vendit, 5% rritje ekonomike vjetore, qasje deri te BE-ja dhe administratë publike efikase. Ministri për çështje europiane Orhan Murtezani sot në Bruksel u takua me eurodeputetin dhe raportuesin për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Europian Thomas Vajc. Gjatë këtij takimi u potencua se procesi i ndryshimeve kushtetuese dhe pse kompleks mbetet hap i domosdoshëm në rrugën europiane, i cili kërkon qasje të përgjegjshme dhe unifikim rreth vizionit të përbashkët për të ardhmen europiane. Eurodeputeti Vajc reafirmoi përkushtimin e tij personal dhe institucional për mbështetjen e Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj europiane dhe përshëndeti rolin konstruktiv të Maqedonisë së Veriut në bashkëpunimin rajonal dhe përfshirjen e saj aktive në nismat europiane, duke theksuar rëndësinë e saj si partneri qëndrueshëm i Bashkimit Evropian. Bashkëbiseduesit reafirmuan gatishmërinë e tyre të ndërsjellë për vazhdimin e komunikimit intenziv edhe për aktivitetet e koordinuara që do të kontribuojnë për progresin e mëtejshëm në procesin e aderimit, në frymën e mirëkuptimit të ndërsjellë, besimit dhe solidaritetit evropian, thuhet në njoftimin e ministrisë. Sindikata e pavarur e policisë ka protestuar sot para gjykatës. Ata kërkojnë rritje pagash dhe unifikimin e praktikës gjyqësore në të gjithë territorin e shtetit. Kryetari i sindikatës Martin Efremov deklaroi se paga bazë e policëve është vetëm 1.000 denar mbi minimumin ligjor, që është në kundërshtim me ligjin për pagë minimale. Në përkrahje të sindikalistëve kishin ardhur edhe sindikalistë nga Serbia, po edhe Malizi, me qëllim që të mbrojnë dinjitetin e policisë. Udhkryqi tek qendra tregtare Mavrova si për 10 minuta qëndroi bllokuar për shkak të protestës organizuar nga sindikata e pavarur e policisë. Me parulla në duar, qindra sindikalistë protestuan duke kërkuar rritje të pagave. Revolta e tyre ishte me gjykatat, të cilat sipas sindikalistëve marrin vendime të ndryshme për çështje të njëjta. Sipas tyre, gjykata e Gostivarit dhe ajo e Manastirit kanë marrë vendime në favor të policisë, por të njëjtën gjë nuk e bën kolegët e tyre nga Shkupi. Kryetari i sindikatës Martin Efremov deklaroi se paga bazë e policëve është vetëm 1.000 denar mbi minimumin ligjor, që është në kundërshtim me ligjin për pagë minimale. Sipas tij është e nevojshme barazimi i pagave dhe llogaritja e duhur, duke përfshirë edhe shtesat.
zakonot za minimalna plata. Protesta e sotme para gjykatave ka një qëllim dhe një kërkesë, e ajo është unifikimi i praktikës gjyqësore në të gjithë territorin e shtetit. Për momentin, kemi mira procese që zyrtarët e policisë i kanë kundër MPB-s. Paga e policisë përbëhet nga paga minimale plus rritja dhe përvoja e punës. Sipas ligjit të pagës minimale, paga bas nuk mund të jetë nën pagën minimale dhe në momentin që po flasim është pikërisht kështu. Në përkrahje të sindikalistëve kishin ardhur edhe sindikalist nga Serbia po edhe Malizi, e qëllimi sepse ata kishin ardhur në mbështetje ishte mbrojtje e dinjitetit të policisë. Kada smo prije 2 godine Rroga nuk është çështja e vetme shqetësuese, ajo që u dhem zyrtarëve policor në të gjithë rajonin. Më shumë se rroga dhe përfitimet e vogla që lirisht mund t'i quajmë mizore na dhem shumë, ajo që uniforma policore po e humb dinjitetin. Duhet ta kenë parasysh ata që marrin vendime, që ky është një profesion shumë i rëndësishëm. Nuk ka nder më të madh se të bartësh uniformën e policisë dhe t'i shërbesh popullit dhe vendit tënd. Sindikata e policisë së Serbisë si sindikat vëllazërore do t'jetë gjithnjë këtu për të mbështetur luftën sindikaliste dhe të drejtat e sindikalistëve. Prej para gjykatës, sindikalistët vazhduan protestën para Këshillit Gjyqësor, ku gjithashtu drejtuan kërkesat e tyre për nivelizim dhe rritje të pagave. Shkolla e mesme profesionale Zdravko Cvetkovski Guç sot ka hapur dyert për të gjithë semimaturantët. Profesoresha e lëndëve profesionale në këtë shkollë, Arlinda Osmani, tha se nxënësit e kësaj shkolle përveç teorisë kanë mundësi të mësojnë edhe praktik. Ndërkaq që ishte nxënësja e kësaj shkolle Bardha Sali, aktualisht studente, tha se kjo shkollë ka mundësuar drejtimet e të ardhmes. Shkolla e mesme profesionale Zdravko Cvetkovski Guç sot ka hapur dyert për të gjithë semimaturantët. Shkolla ka organizuar ditë të hapur, ku i kanë mirëpritur të gjithë nxënësit e klasave të nënta, me çka i kanë informuar më gjerësisht për kushtet dhe drejtimet që ofron shkolla. Profesoresha e lëndëve profesionale në këtë shkollë, Arlinda Osmani, tha se Zdravko Cvetkovski ofron kushte cilësore për të gjithë nxënësit, ndërsa shtoi se përveç mësimit teorik, nxënësit kanë mundësi të mësojnë edhe mësimin praktik. Kushtet në shkollë janë të mira, këtu përpas pjesës teorike, dhe me thënë organizojmë edhe pjesën praktike në lëndët profesionale, ku një pjesë për shembull e lëndëve zhvillohet edhe në teren, ku i dërgojmë nxënësit në për objekte ku ndërtohet, që të shohin edhe pjesën praktike se si realizohet një objekt, po kemi mandej edhe ushtrime të ndryshme që realizohen edhe në klasë, në suaza të ushtrime të pjesës praktike, dhe është pjesa ku më shumë t'i pëlqejet nga nxënësit dhe janë shumë aktiv në drejtim edhe shumë kreativ. Se shkolla posedon kushte të mira për mësim dhe vendimi për të regjistruar në këtë shkollë është zgjidhja më e duhur, e pohojnë edhe dy nxënësit e kësaj shkolle, Belkisa Aliu dhe Sara Isa. Ju kisha preferu me ardhë në këtë shkollë, për shkak se ka shumë opsione për një të ardhme dhe është një drejtimi të caktuar edhe shumë gjana tjera që mundon me shpreh aftësinë e tyre në vizatim. Unë jam shumë e kënaqur edhe prej mësimdhënësve, edhe prej shkollës. Shkolla ka kushte të cilet na ndihmojnë për ta shprehur talentin ton, idetë tona dhe patjetër që na ndihmojnë për të zbuluar aftësitë tona. Ndërkaq, ishte nxënësja e kësaj shkolle Bardha Sali dhe aktualisht studente, tregoi se sa i ka ndihmuar drejtimi profesional, e cila ka përfituar bazë të fortë për 4 vite sa ka qenë nxënëse në këtë shkollë. Më ka ndihmuar shumë sepse këtu si fillim e kemi marrë një thelb shumë të madh që domethënë ka mundsu për drejtimet e të ardhmes. Ato që e kanë talentet për vizatim apo për dizajn, arkitekturë apo çfarëdo lloj drejtime, këtu i kanë gjitha. Nxënësit e shkollës së mesme Zdravko Cvetkovski për semimaturantët kishin përgatitur ekspozit ku i ka prezantuar punimet e të gjithë nxënësve nga viti i parë deri tek viti i 4. Interesimi për të regjistruar në këtë shkollë pritet të jetë shumë i lartë, ndërsa profesorët edhe udhëheqësia e shkollës bëjnë apel që semimaturantët mos të hezitojnë për të bëjnë zgjidhjen më të mirë, e ajo është, siç thonë, të regjistrohen në drejtimet profesionale, mbase sipas tyre do ta bëjnë edhe zgjidhjen e duhur jetësore.
Në Shqipëri po vazhdon numërimi I votave ku Partia Socialiste e Kryeministrit Rama kryeson me një numër të thellë mandatesh. Të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tregojnë se me 50% të votave të numëruara, PS ka fituar 83 deputet, PD e Sali Berishës 50 deputet, ndërsa forca e tretë politike ka dalë PSD-ja e Tom Doshit me 3 mandate. Në Shqipëri vazhdon procesi I numërimit të votave për zgjedhjet parlamentare. Sipas shifrave zyrtare të raportuara nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, votat në çdo qark të përkthyera në mandate japin një tablo ku Partia Socialiste e Kryeministrit Edi Rama kryeson thellë në numër mandatesh. Kështu socialistët kanë deri tani 83 mandate, ku rezultatin më të mirë e kanë në Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan. Nga ana tjetër, koalicioni kryesor nga Partia Demokratike nga 51 mandate që kishte, tashmë ka 50, se përket partive të reja, PSD-ja e Tom Doshit është forcë e tretë politike në kuvend me 3 mandate, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet ka 1 mandat, ndërkohë që Partia Mundësia ka 2 mandate dhe Lëvizja Bashk 1 mandat. Ndërkohë, pjesëmarrja në zgjedhje, sipas të dhënave të përpunuara, është 42.21%. Në Shqipëri, të dielën u mbajtën zgjedhjet parlamentare, ku votua për të zgjedhur përbërjen e re të Kuvendit të Shqipërisë me 140 mandate. Të drejtën e votës e kishin 3.713.761 shtetas shqiptar, brenda e jashtë vendit. Rrisja kryesore e zgjedhjeve ishte votimi nga jashtë Shqipërisë, pasi për herë të parë votojnë edhe shtetësit shqiptar që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë. Procesi I votimit për qytetarët shqiptar që jetojnë jashtë vendit filloi më 15 prill 2025 në rrugë postare. Zgjerimi në Ballkanin Perëndimor është përsëri një nga prioritetet e BE-s, tha presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa në një intervistë për Euronews. Costa pritet të nisë një tur takimesh në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor duke nisur nga dita e martë. Presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa është përpjekur të sigurojë vendet kandidate të BE-s në Ballkanin Perëndimor, duke thënë se stabiliteti dhe prosperiteti I ardhshëm I kontinentit varet nga zgjerimi I bllokut. Duke folur përpara një turneu në rajon, Costa u premtoi atyre se BE ishte përkushtuar për të rinisur procesin e pranimit, I cili ka ngecur kohët e fundit, pjesërisht për shkak të hezitimit të shteteve anëtare. Ndalesa e parë e presidentit të Këshillit Evropian do të jetë Serbia, pasuar me Bosni-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Kosovën të mërkurën. Më pas ai do të vizitojë Maqedoninë e Veriut, ndërsa ndalesa e tij e fundit do të jetë Shqipëria, ku do të marrë pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian të premten në Tiranë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese çështjen e formimit të komisionit për votim të fshehtë në seancën konstituive të Kuvendit. AK-ja ka njoftuar se ka dorëzuar edhe vendime të tjera të natyrës së njëjtë që kanë të bëjnë me seancat paraprake dhe të mëvonshme lidhur me këtë çështje. Kryetari I AK-s Ramush Haradinaj ka deklaruar se çështjen e ka dërguar në kushtetuese së bashku me deputetët e LDK-s dhe të PDK-s për të saktësuar shkeljet kushtetuese dhe sipas tij për të dhënë zgjidhje se si të dalin nga ky ngërç. Haradinaj ka shkruar në Facebook se mos konstituimi I Kuvendit është bërë lojë turpshme, duke u shprehur se seancat e përsëritura çdo 40 tetor janë bërë model I papjekurisë sonë shtetërore. Shikues të nderuar, kjo ishte gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.